Allahu e vëdësoh këtë shoqëri që të kuptojnë se krediti sado që i duket njeriu që ja lehtëson fillim kur të merr dhe i kryen disa punë, është bojagin një problem fillimisht sepse është ndaluar krediti me kamat, por edhe pagesa pastaj rritja shumës kamata, interesi e kështu me radhë. Po shohim që vërtet po krijon shumë vështirësi tek njerëz, tek populli, edhe pse populli është jashtëzakonisht i zhytur në përqindje të madhe në kredi. Për këto borxhe sigurisht se është pak ma problem dhe është ta një ndihmu nëse i ndihmon, sikur e inkurajon, e mbështet një veprim të tillë, andaj të ndihmojnë këto borxhe me zeqat. Por në i halë, hoqë dikush veç ka hyp, është në zarë, mendoj që ka tolerancë. Feja nuk i ka mbyllë rrugët, është ajo rregulli, gjërat ndoshta ato domosdoshme ka njëherë i kanë disa lehtësime, por në parim njerëz të cilët janë futur në këto borxhe pa ndonjë arsye të madhe, mendoj që këto kategori nuk duhet të mbështeten. Sidomos hoqë në aspektin këstëve, ki parasysh që këstje përbën një pjesë të borxhet dhe një pjesë të interesit. Edhe nëse veç vendoset më ndihmu këtë pjesën e interesit, mos me dhënë prej zekatit, pas po ka borxhin bazik që edhe fetarisht me kanë ma lehtë.